Ne do të vijojmë me lajme të tjera tashmë, si çdo mëngjes tjetër me kolegen Adelina Onuzi. Mirëmëngjes, mirë se erdhe Adelin. Mirëmëngjes Viola, mirë se të gjeti ditën e sotme për të ndarë me njëri tjetrin sa më shumë informacione që lidhen me të reja që vijnë nga bota, por jo vetëm. Kishim informacione nga vendi ynë, por në të njëjtën kohë do kalojmë në një lajm tjetër. E kemi parë që her pas here është diskutuar kriptomoneda si një monedhë zyrtare. Në fakt, për shumë vende të ndryshme, duke pasur parasysh edhe të gjitha ndryshimet, të gjitha të rejat që vijnë në këtë rast nga kriptomonedat, rëndësia që merr edhe përdorimi i tyre, që kanë filluar sa më shumë njerëz të marrin vesh nga kriptomonedat, e pse jo të profitojnë prej tyre. Siç po thonim, të shumtë kanë qenë vendet që kanë menduar të kenë kriptomonedën si monedhë të tyre, por ka qenë pikërisht Tajlanda që ka treguar ka propozimin që ka për ta bërë këtë lajm të vërtet në këtë rast dhe për të punuar maksimalisht deri në momentin që do të zyrtarizohet. Ka qenë në habit momentin e parë, por e kanë shpjeguar mjaft mirë se edhe për shkak të turizmit. E kemi parë mjaft mirë që vit pas viti Tajlanda është bërë një destinacion i preferuar për shumë e shumë turist, kështu që kjo mbase do ishte një mënyrë shumë e mirë për të pasur kriptomonedën si monedhën e tyre dhe të jepnin mundësinë për të bërë çdo lloj ndryshimi dhe gjithçka duhej. Është konsideruar si një inovacion në këtë rast, i gjithë mendimi deri tanishëm është paralajmëruar të paktën nga ministri i financave të Tajlandës që ka treguar të gjitha benefitet dhe gjithçka që mund të presë Tajlanda me këtë ndryshim. Syt janë në këtë rast për të parë për rastin nëse do jetë i suksesshëm, nëse do dështoj, apo cilat do t'jenë ato çka e presin Tajlandën pasi të vendos këtë gjë kaq të jashtëzakonshme, do thoya në fakt, sepse është diskutuar edhe është folur shumë, kështu që momentin që bëhet realitet duhet parë fillimisht se si funksionon, që më pas edhe vendet të tjera ta marrin shembull, siç kemi parë që her pas here në momentin që një vend vendos të ketë diçka, vendet e tjera ose marrin mësim për ta bërë diçka ose se çfarë nuk duhet të bëjnë, kështu që besoj që edhe Tajlanda do jetë rast për të na mësuar edhe për të kuptuar se si mund të vijojë më tej. Duket si një praktikë interesante që besoj për shumë çka do t'jetë e ardhmja në të nesërmen dhe imagjinoj pak Adelin që ndoshta në disa vite edhe pensionet të merren përmes bitcoinit apo monedhave të tjera digjitale. Nuk do ishte ide e keqe dhe mund ndoshta të jepeshin edhe opsione për të investuar edhe për të rritur kështu të ardhurat, sepse në fakt mosha e pensionit duket se në Bashkimin Evropian në vitet e ardhshme do të ndryshojë, duke u rritur dhe rrjedhimisht do të duhen më shumë para. Shkojmë së pari tek fakti që në Bashkimin Evropian mosha mesatare e pensionit është për burrat 64.7 vjeç dhe për gratë 63.8 vjeç. Dhe nëse i referohemi të dhënave të vitit 2022, mosha ligjore daljes pension për burrat në BE varionte nga 62 në 67 vjeç, ndërsa për gratë nga 60 në 67 vjeç. Pra, dukshëm mes vendeve në një pjesë të konsiderueshme të tyre kemi një barazi gjinore në daljen në pension. Megjithatë, së pari përmendim faktin që Turqia është ndër vendet me moshat më të ulta të daljes në pension në kontinent. Më i ulti nga të gjithë, me 49 vjeç për gratë dhe 52 për burrat. Tani, i referohemi pak një vendimit fundit që është marrë nga Danimarka, po edhe nga shumë shtete tjera europiane. Danimarka ka marrë vendimin për të çuar moshën e daljes në pension në 70 vjeç deri në vitin 2020 dhe pastaj deri në vitin 2060, sipas edhe projeksioneve të bëra nga OECD-ja, qytetarët danez do të dalin në pension në moshën 74 vjeçare, që do të jetë më e larta në kontinent. Pastaj besoj Danimarka deri në vitin 2080 do të keçuar moshën e pensionit në 80 vjeç dhe të gjithë do të jenë aktiv në tregun e punës deri gati drejt përfundimit të jetës. Do të kenë shumë vite për të shfrytzuar pensionin. Do të kenë shumë vite për të shfrytzuar pensionin. Nuk i dim pse bëhen gjitha këto politika. Megjithatë, Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik, që është OECD-ja, parashikon se mosha mesatare e daljes në pension në përgjithësi në Bashkimin Evropian do të afrohet me 67 deri në vitin 2060, me disa vende që do ta kalojnë edhe këtë kufi të përmendur. E kemi bërë vetëm 2 ditë më herët në fakt temë diskutimi këtu dhe edhe eksperti i punësimit që i pensioneve që ishte i ftuar në studia përmendi faktin që është plotësisht e arritshme që ne të kemi një barazim të moshës së pensioneve, do të shkojë në 67 vjeç, projeksionet e tregojnë deri në vitin 2056, por siç është shprehu edhe ai, Shqipëria ka mundësi që këtë gjë ta bëj edhe më herët. Unë nuk e di nëse do të ishte me benefite apo jo, se kjo është temë më gjatë për të diskutuar, por
Këto janë gjërat të cilat tashmë janë të parashikueshme thuajse në pjesën më të madhe. Pikërisht edhe kjo është një nga rastet që sigurisht interesi është shumë i madh për të kuptuar edhe më shumë, por përpos faktit që prek të gjithë popullatën edhe prandaj ka një interes të jashtëzakonshëm për të gjithë për të kuptuar më shumë si do të jenë. Ne kemi parë që është shpresuar her pas here edhe për pensione më të larta, apo mbetet veç një ëndër në shumë vende. Dhe me që jemi te ëndra, do doja të ndaleshim pak më gjatë te këtu. E kemi parë që her pas here, në momentin që zgjohemi dhe bisedojmë me njëri tjetrin, flasim për ëndrën që kemi parë një natë më parë. Her pas here duam ta kujtojmë, ta përsërisim edhe të kuptojmë më mirë se çfarë ka ndodhur, apo nëse ka qenë një ëndër e bukur ta rijetojmë. Megjithatë, tashmë ka qenë të shumta alternativat, shkencëtarët kanë qenë duke punuar intensivisht se si do funksiononte dhe si do mund të rikthenin një ëndër. Dhe tashmë janë në hapat që është bërë një hap revolucionar realisht në këtë aspekt dhe pritet që të ketë realisht një rikthim të ëndrave. Pra, duket sikur do kthehen tashmë në një film që ti mund ta shikosh, edhe në këtë rast si flisnim pak më parë që mund të rikthesh filmin e preferuar që ke parë, ta kthesh të kuptosh se çfarë ka ndodhur. Ky në fakt përpos faktit që mund të rikthesh dhe mund të rishikosh atë çfarë dëshiron të kuptosh, është një hap shumë rëndësishëm në të gjithë këtë fushë, për psikologët paktën ka qenë një lajm mjaft i mirë sepse pritet që të kenë tashmë më shumë informacion për të kuptuar për problemet që mund të kenë me gjumin, për çdo lloj çrregullimi që pritet të ndodhë, kështu që kjo ka qenë një nga gjërat më të mira që vinte në këtë rast. Sigurisht që ka ende shumë punë për të bërë përpara dhe për të pasur pajisjen që analizon edhe i kanalizon të gjitha detajet që kanë të bëjnë në këtë rast me gjumin për të rikthyer ëndrat dhe për të kuptuar se çfarë ka ndodhur, si do të funksionojë, çfarë pritet të jetë, apo ndoshta më pas për të arritur edhe në interpretimin e ëndrave, siç kemi mësuar të kemi her pas here. Po ndryshe nga që mund të ishim për shembull duke futur në Google apo në këtë rast duke përdorur inteligjencën artificiale për të parë më shumë se çfarë shpjegon ëndra që ne kemi parë, në këtë rast arrim të kuptojmë anët dhe efektet shëndetësore që mund të ketë ëndra që kemi parë, pra nëse vjen nga një çrregullim i zakonshëm, nga mendime të shumta që ne mund të kemi, është pikërisht zgjidhja kjo. Ka qenë e habitshme, shumë njerëz e kanë konsideruar si një lajm që ka të bëjë patjetër atë ndryshimin e madh në të gjithë aspektin e gjumit, në të njëjtën kohë po psikologjisë në vetvete, ne jemi sy e vesh për të parë dhe për të pasur pajisjen, aparaturën që na bën të rikthejmë ëndrat, mos lodhemi duke menduar çfarë ëndre pashun natën e Tani unë uroj që kjo pajisje të dalë sa më shpejt dhe të jetë disponueshme dhe aksesueshme për të gjithë me një çmim dhe kosto minimale, sepse më kanë ngelur një dy seriale pa parë dhe pa i mbyllur, se këto ëndrat her pas here kthehen edhe kështu sikur janë një film me skenare nga më të ndryshmet, kështu që mirë do ishte që pse jo ta kishim një pajisje të tillë. Mirë, Adelina, kemi përfunduar me informacionet në InfoKlab.